Paris Saint-Germain nuk po kënaqet me suksesin aktual dhe tashmë janë gati ta trëndisin botën e futbollit me 3 transferime të mëdha. Trajneri Luis Enrique i ka bërë me dije bordit e emra që ai konsideron si prioritete për ta çuar ekipin në nivel tjetër. Objektivi kryesor i PSG-s është Julian Alvarez, sulmuesi aktual i Atletico Madridit. Profili i tij përshtatet në mënyrë të përkryer stilit të Luis Enriques, pasi ai kërkon një sulmues të gjithanshëm dhe të përkushtuar. Një tjetër emër në listën e ngushtë të Parisit është Yan Diomande, një nga yjet e Leipzigut. Vetëm 19 vjeçar, ansori afrikan ka shpërthyer në skenë, duke u dalluar për shpejtësinë, aftësitë e tij në driblim dhe në vendimmarrje. Objektivi i tretë me prioritet është Luka Vuskovic, një qendërmbrojtës i ri që i përket Tottenhamit dhe i cili ka shkëlqyer gjatë periudhës së tij të huazimit te Hamburgu. Ylli kroat ka demonstruar një prekuri dhe një nivel konkurrues që e vendos atë midis mbrojtësve më premtues në Evropë. A mendoni se me këto transferime Parisi do ta vazhdojë dominimin në Evropë? Na tregoni në hapësirën për komente.